Kryebashkiaku i Tiranës, i cili ndodhet në arrest në burgun e Durrësit, mbi të cilin rëndojnë dhe 13 akuza të rënda penale, që prej gati 10 muaj shtyn pavarësisht seanca gjyqësore për akuza ndaj tij, ka paditur në gjykatën administrative prokurorin Olz Dado. Padia është bërë në datën 20 janar të vitit 2026 dhe deri tani janë zhvilluar 2 seanca. Më datë 8 maj është seanca e radhës. Pyetja është e thjeshtë: çfarë kërkon Erjon Veliaj në administrative dhe pse e sulmon prokurorin Olz Dado? Në rast se do të ishte me mërimi Olz Dados në SPAK këtu e disa vite më parë, do të ishte bërë që atëherë ankimimi nga PS-ja nga deputetët do të ishte bërë publik, por në atë kohë kur Olz Dado është emëruar prokuror, kur ka kaluar vettingu në të gjitha nivelet dhe është emëruar në SPAK, nuk ka pasur asnjë ankimim. Olz Dado ka kaluar një vetting të vërtetë si shumë prokuror dhe gjyqtar të tjerë. Ka kaluar të gjitha hallkat, atë të hetimit pasuror, profesional, çka është një gjykim më shumë se sa ai administrativ. Pasi vettingu kishte të drejtë të përjashtonte nga drejtësia, të largonte nga detyra, por këtë Olz Dado e kaloi. Nuk ka një emërim të padrejtë Olz Dados. Emërimi është bërë me një dosje të plot nga prokuroria e përgjithshme asaj kohe, Ina Rama, e cila e ka propozuar te presidenti i Republikës, që më pas ka bërë emërimin e Olz Dados prokuror. Praktik kjo që ndiqet të rëndom në çdo rast. Pra atë që thotë Erjon Veliaj dhe avokatët e tij, se Olz Dado është emëruar me një cop letër. Të gjithë me një cop letër emërohen. Dhe Erjon Veliaj, kur është emëruar ministër me një cop letër, është emëruar me një dekret të presidentit. Po çfarë kërkon Zdromsi nga gjykata administrative? Thjesht dhe vetëm të rrëzoj prokurorin Olz Dado, i cili në fakt e ka kaluar vettingun e tij. I është bërë dhe gjyqi administrativ dhe penal, i është kontrolluar pasuria dhe karriera profesionale, kurse Erjon Veliajt nuk i është kontrolluar as pasuria, ende nuk i është hetuar nga SPAK-u, dhe kjo është një pikpyetje madhe pastaj, pa folur për pjesën profesionale dhe arritjet e mëdha të Veliajt, që nga dosja 5D, incenatorët dhe 13 akuzat e rënda penale ndaj tij. Ky është qëllimi i vërtetë i Erjon Veliajt. Nuk ka hall Erjoni si është emëruar Olz Dado, apo si është emëruar Klodian Braho, apo si është emëruar Altin Dumani, se të gjithë prokurorët e SPAK-ut dhe prokurorët e tjerë në detyrë të rretheve e kanë kaluar vettingun e tyre. Erjon Veliaj nuk ka këtë hall. Ai e di shumë mirë se cila është pasërtia e figurës së tyre, se cili është integriteti i tyre dhe cila është vlera e tyre. Por këtë herë i ka përmat me 13 akuza të rënda penale, i hetuar në mënyrë profesionale nga 2 prokuror, kërkon të rrëzojë njërin prej tyre me idenë se mund të shpëtojë nga akuzat. Në fakt Erjon Veliaj nuk po bën një betejë me drejtësinë për të fituar pafajësinë, por po lufton drejtësinë për të shpëtuar lëkurën e tij nga akuzat e rënda penale dhe nuk shkon të përballet në gjykat, por si një frikacak fshihet. Nuk shkon të përballet në gjykat, të përballet me akuzat, qoftë të bashkëpunojnë me drejtësinë, të çlirojë bashkëshorten e tij nga akuzat, të çlirojë biznesmenët e tjerë, të cilët i ka tërhequr zvar në gropën ku është zhytur vet, por zgjedh lojra në gjykatën administrative me shpresën se do të shpëtojë. Kjo tregon se sa i vërtet dhe se sa vlen Zdromsi i Tiranës, i cili nuk përballet me drejtësinë, nuk përballet me akuza penale, por shkon dhe ushtron shantazh të hapur me studiet ligjore dhe lobistët ndaj gjykatave dhe tërheq zvarr në një çështje në gjykim pavarësisht një grup biznesmenësh dhe familjarët e tij.